Pas shumë vitesh zbulohet detaj I panjohur nga historia e dashurisë Shpëtim Saraçit dhe Mira Konçit. Pas shumë vitesh është zbuluar një detaj I panjohur nga historia e dashurisë së dy artistëve të njohur Mira Konçi dhe Shpëtim Saraçit. Ka qenë këngëtari Redon Makashi ai që ka rrëfyer se gjithçka nisi krejt rastësisht kur ftoi Mirën t'i bashkojë grupit të tyre muzikor. Në atë kohë, ata ishin ende shumë të rinj dhe udhëtimet, provat dhe koncertet I kalonin së bashku. Sipas Makashit, gjatë punës në këngën ndoshta ishte dashuri Shpëtim Saraçi I fliste vazhdimisht për Mirën dhe kërkonte një mënyrë për t'u afruar me të. Më pas ai kompozoi një këngë enkas për Mirën dhe e fal ndërmjetësimit të Redonit. Ndodhi edhe prezantimi I tyre I parë. Ajo që nisi si një bashkëpunim artistik u shndrua shpejt me kalimin e kohës në një histori dashurie duke krijuar një nga çiftet më të njohura të muzikës shqiptare. Rrëfimi u rikthye në vëmendje nga vetë Redon Makashi, I cili kujtoi me nostalgji momentet që bashkuan dy artistët.